një raport që Berat Buzholla flet diçka të saktë 100% për Albin Kurtin. Edhe që pajtona 100%. Akuza më e mirë dhe që tash që ka mujt mja bo dikush Albin Kurtit është që kjo. Për që ta, po pajtojnë adhën. Të dëgjojna që ka thonë Berat Buzholla kundër Albin Kurtit. Një përkufizim për zotin Kurti, tash është kryeministër, që unë mendoj që është qeverisja më e keqe, por për figurën. Në kuptimin klasik fjalës është i pakorruptuar. Domethënë çka quajmë korrupsion ose për kuptimin korrupsioni. Me marr parë pe dikujt, Albini nuk e bën atë. E kjo në vend i vogël si Kosova me një fuqi insignifikante, mund të na bëjë më të madh se sa ata të korruptuar e mëhershëm. Dhe me thonë Albin Kurti është i dëmshëm për këtë vend sepse nuk korruptohet, s'mujna me korruptu, edhe për që ata është i dëmshëm për këtë vend. Allah të kohë Berat se definitivisht njona për akuzat që du të mja bo dhe opozita, Albini se shkjepa, sa shkretit nuk po din, e ty të lumë se akuza me e mirë që ka mujt mja bo dikush ti për